Përshëndetje shikuesve të shoqë Gjirokastër, do t'jemi bashkë në të ditari informativ lajme shkundër të tjera dërtyja të ndishnit. Koha e pajisjes me kartë identiteti nga 14 ditë tashmë mund të bëhet edhe brenda 3 ditëve. Risia është lançuar nga Identitek, kompania shtetërore e prodhimit të dokumentave biometrike, duke sjellë një shërbim të ri për qytetarët shqiptar përkatësisht e identitetit të shpejtë. Fal këtij shërbimi, përmes një pagese prej 3.000 lekësh, çdo qytetar mund të pajistet me letër njoftim elektronik brenda 3 ditëve. Konsullata e përgjithshme e Greqisë në Gjirokastër organizoi mbrëm aktivitetin e përvitshëm ceremonial kushtuar fillimit të revolucionit grek. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues nga qarqet e Gjirokastrës dhe të Vlorës. Shërbimi blu është një pjesë e rëndësishme e industrisë së turizmit. Për këtë arsye, Perla e Jugut Saranda pritet që këtë vit ta bëjë pjesë të guidave turistike edhe këtë lloj shërbimi. Arben Çipa, kryetari i industrisë së turizmit në Sarandë, thotë se ky lloj turizmi i kroqerave dhe jahteve i jep impulse dhe standarde turizmit në këtë qytet. Gjirokastra po organizon një gamë të larmishme aktivitetesh kulturore në bashkëpunim me Italinë, duke forcuar lidhjet mes dy vendeve. Këto aktivitete synojnë promovimin e trashëgimisë kulturore dhe forcimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Koha për pajisjen me kartë identiteti nga 14 ditë tashmë mund të bëhet edhe brenda 3 ditëve. Risia është lançuar nga Identitek, kompania shtetërore e prodhimit të dokumentave biometrike. Fal këtij shërbimi, përmes një pagese prej 3.000 lekësh, çdo qytetar mund të pajiset me letër njoftimin elektronik brenda 3 ditëve. Çdo qytetar i cili kërkon të pajiset me kartë identiteti nuk do të presë më 14 ditë, por procesi do të realizohet brenda 3 ditëve. Kjo e bëhet ditur nga Identitek, kompania shtetërore e prodhimit të dokumenteve biometrike, duke sjellë të shërbim të ri përkatësisht e identitetit të shpejtë. Fal këtij shërbimi, përmes një pagese prej 3.000 lekësh, çdo qytetar mund të pajiset me letër njoftim elektronik brenda 3 ditëve. Identitek thotë se shërbimi është krijuar për të lehtësuar dhe përshpejtuar procesin e aplikimit, duke u ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë nevojë urgjente për dokumentin e tyre të identifikimit. Procedura e përshpejtuar është veçanërisht e dobishme për emigrantët, të cilët qëndrojnë për pak ditë në Shqipëri, si dhe për të gjithë ata që kanë nevojë të marrin shpejt kartën e tyre të identitetit për arsye personale, profesionale apo administrative. Aplikimi kryhet në çdo zyrë Identitek në të gjithë Shqipërinë. Konsullata e përgjithshme e Greqisë në Gjirokastër organizoi mbrëm aktivitetin e përvitshëm ceremonial kushtuar fillimit të revolucionit të grek. Të pranishëm përfaqësues nga qarqet e Gjirokastrës dhe të Vlorës. Aktiviteti mbrëmjes së kaluar ishte edhe i fundit i ritualit të ceremonive për të nderuar festën kombëtare të Greqisë, apo fillimin e revolucionit, më 25 mars të vitit 1821. Bashkiet minoritare, shoqata kulturore, si dhe trupi diplomatik i Greqisë në vendin tonë, organizuan aktivitete të shumta dhe të larmishme gjatë ditëve të fundit. Me një pjesëmarrje të gjerë u zhvillua ceremonia për revolucionin e vitit 1821 nga konsullata e përgjithshme e Greqisë në Gjirokastër. Qeverinë shqiptare përfaqësuan 2 prefektët, prefekti i Gjirokastër zoti Odise Kote dhe prefekti i Vlorës zoti Plator Nesturi, përfaqësues të botës akademike, të botës së biznesit, deputetët e Parlamentit shqiptar Niko Kuri dhe Tritan Sheu, si dhe shumë pjesëmarrës të tjerë. Konsulli grek Gjirokastër gjatë përshëndetjes zyrtare theksoi ndër të tjera se mesazhet e revolucionit grek janë edhe aktuale, duke pasur parasysh zhvillimet në të gjithë botën. Në epokën e sotme, ku gjithçka ndryshon me shpejtësi unike, përshtatjet tuaj të shpejta, vend të domosdoshme. Zhvillimet po ndodhin dhe ne duhet i ndjekim ato, me frymë pozitive, besim në të ardhmen dhe me vlerat universale, njerëzore, që ruajnë vlerën e tyre të përjetshme, si bus, siç janë ato që frymëzuan revolucionin e 1821, të cilët me fuqim dhe rezatimin diakronik. E ardhmja dhe prosperiteti i popujve të Ballkanit tentojnë të bëhen të përbashkëta. Në një botë që duket një temë e vogël, dhe teknologjia po fshin distancat, qëllimet dhe ambicjet, duhet të kenë si të rrëfyes visionin e progresit kolektiv. Αξίες οι οποίες ενέπνευσαν την Επανάσταση του 1821. Korinzënësve të shkollës publike Frymdashuri kënduan himnet e Shqipërisë dhe të Greqisë, kurse grupi polifonik Zonjat e Selos krijuan një atmosferë festive për të pranishmit. Shkojmë në Sarandë dhe flasim për turizëm, ku shërbimi blu është një pjesë e rëndësishme e industrisë së turizmit.
Për këtë arsye, Perla e Jugut Saranda pritet që këtë vit ta bëj pjesë të guidave turistike edhe këtë lloj shërbimi. Arben Qipa, kryetari i industrisë së turizmit në Sarandë, thotë se ky turizëm i kroqerave dhe i jahteve i jep impulse dhe standarde turizmit në këtë qytet. Saranda nuk mund të jetë destinacion turistik i mirëfillt dhe konkurrent pa detin. Prandaj turizmi i kroqerave dhe jahteve dhe ofrimi i gjithë shërbimeve të nevojshme për këto mjete lundruese këtë vit mbetet sfida e operatorëve turistik. Mundësitë për t'i dhënë impulse dhe hapësira të reja këtë verë turizmit të kroqerave dhe jahteve vlerësohen të mëdha nga Arben Qipa, kryetari i industrisë së turizmit në Sarandë. Nuk mund të konsiderojmë një destinacion turistik të mirëfillt dhe konkurrent në rast se nuk kemi detin. Dhe në këtë kuadër, do doja t'i referoja turizmit të jahteve, të kroqereve dhe padyshim pjesës blu, që funksionon në formën franchise, ashtu sikur se funksionon në Monaco, apo në vende tjera të Spanjës, apo Greqi, apo Itali, duhet funksionoj edhe në Shqipëri. Për të jetë një impenjim i cili padyshim çdo vit, siç ndodh çdo vit, do të ketë risinë e vet edhe për këtë vit. Për të ndodhur kjo, Qipa parashtron si kërkesë dhe propozim të operatorëve turistik detar që Ministria përkatëse të mundsojë heqjen e taksës së hidrokarburave duke zbatuar ligjin ndërkombëtar, ashtu siç ka ndodhur në Malin e Zi. Ne si operator turistik detar propozojmë dhe kërkojmë prej Ministrisë përkatëse që ta shohin këtë çështje në momentin kur ato do të munden fizikisht pas zgjedhjeve, normalisht pasi tani nuk lejohet, që të ulen këmbë kryq bashkë me ne grupet e interesit për t'i konsultuar ata, për t'i informuar ata në nivelin maksimal, me qëllim që të mos e konsiderojmë një sezon të humbur në lidhje me prurjet e jahteve. Çmimi i hidrokarbureve në Malin e Zi ka një ndryshim rreth 30 cent, atëherë i bie që ato të kenë në prioritet Malin e Zi, ku kryen këtë lloj shërbimi dhe dyta do gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme për shërbime të tjera të cilat janë të paevitueshme. Edhe ne, atë çka duhet të bëjmë në mënyrë urgjente, duhet të ndjekim të implementojmë po të njëjtin rregull si Mali i Zi. Në këtë moment ne nuk jemi konkurrencë, pasi për këtë lloj industrie privilegjet janë të shumta në Malin e Zi. Lidhur me investimin për portin e ri të jahteve në Sarandë, Qipa thotë se ka një ngecje të punimeve që parakalon mungesë shërbimesh. Për ekzekutimin e prurjeve dhe të largimit, do thoshte se ne nuk kemi probleme, për arsye se ajo pjesë e infrastrukturës është ekzistuese dhe realizojmë këtë gjë. Por, nga momenti që këto lloj veprash nuk kanë arritur në nivel serioz të investimit të tyre, pra nuk kanë arritur të ekzekutojnë 70 apo 80% të asaj çka është përfshirë në projekt, atëre do të ketë edhe mungesë shërbimesh. Pra, nuk do të ketë siguri dhe cilësi për t'i ofruar shërbime të tjera të cilat janë specifike dhe shumë delikate për jahtet sidomos. Këto lloj shërbimesh, kjo lloj industrie gjeneron të ardhura të konsiderueshme dhe pa kosto. Kur mirë paguhen këto shërbime, kur kanë kosto më të ulët se sa një port tjetër i Malit Zi apo i Greqisë, ata preferojnë ato shërbime të kryejnë këtu. Shërbimi blu është një pjesë e rëndësishme e industrisë së turizmit. Në kushtet e sotme, ajo po merr përhapje të shpejtë dhe të gjerë. Ajo është e lidhur me turistë, udhëtimeve me mjetet e tyre lundruese dhe që shpenzojnë për shërbime të standardit të lartë që ofrohet. Bashkia Dropull pritet të bëhet pjesë e një sër projektesh të financuara nga Bashkimi Evropian në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak. Këshilltarët kanë votuar unanimisht për zbatimin e këtyre projekteve që synojnë përmirësimin e disa sektorëve jetik. Në Dropull është mbajtur mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak me rend të dite projekt vendim për miratimin e listës së përfituesve dhe masës mujore të përfitimit nga fondi shtesë mbi fondin e kushtëzuar të ndihmës ekonomike për familjet dhe individet në nevojë për muajin mars 2025. Projekt vendim për miratimin e tavaneve përgatitore të programit buxhetor afatmesëm 2026-2028. Projekt vendim për një shtesë në buxhetin e vitit 2025 për zbatimin e programit të financuar nga Bashkimi Evropian. Projekt vendim për miratimin e pjesëmarrjes së Bashkisë Dropull në program të financuar nga Bashkimi Evropian me titull Antarësimin dhe pjesëmarrjen e Bashkisë Dropull në grupet europiane të bashkëpunimit territorial e të tjerë. Sot më tepër u morëm me projektet për pregatitjen e
e këtyre të ardhurave dhe shpenzimeve për projektet afatgjate që i është 26, 27, 28, aty u përsaktuan të ardhurat nga vetë bashkia dhe të ardhurat që do vinë nga grandi i shtetit. Ishin problemet e pjesëmarrjes bashkisë në disa projekte që janë ndërqeveritare, siç është projekti Andrio dhe një projekt tjetër që do të merret me mjedisin, ku do të marrim pjesë dhe neve. Është dhe një projekt tjetër prapë ndërqeveritar, ai është në diskutim të shikojmë se çfarë do të bëhet me atë projekt dhe çfarë fitime kemi dhe çfarë humbje kemi. Në këtë mbledhje antarët e Këshillit diskutuan edhe rreth problematikave më kryesore që përballet komuniteti i Bashkisë Dropull, siç janë uji i pishëm, energjia elektrike e të tjerë. Sot u diskutua më tepër për problemin e çmimit të ujit që kanë vendosur, sidomos në pjesën e sipërme të Dropullit, ku është vënë një tarifë që nuk pranohen nga të gjithë, që edhe vetë kuptohet, prandaj i patet e gjitha ato diskutime që u bën këtu. Tjetër problem prapë kryesor është problemi i ndriçimit, problemi i dritave. Sidomos në Dropullin e sipër, në qoftë se bie pak shi, pritet ndritat. Nuk e di si e kanë punë. Pardje kishim tërnatën, s'kishim drita. Në përfundim të mbledhjes antarët e Këshillit Bashkiak të Dropullit theksuar rëndësinë e zbatimit të këtyre vendimeve për përmirësimin e kushteve të jetesës, duke u angazhuar për një bashkëpunim më të ngushtë mes institucioneve. Dalemi tek shëndetësia, ku me ardhjen e pranverës rriten rastet e alergjive për shkak të poleneve dhe ndryshimeve klimatike. Doktor Shahin Meçe, pneumolog, vjen me një sër këshillash. Me ardhjen e pranverës, rastet e alergjive fillojnë të shtohen ndjeshëm, duke prekur kryesisht personat me ndjeshmëri ndaj poleneve dhe ndryshimeve sezonale. Sipas pneumologut, doktor Shahin Meçe, kjo është një periudhë ku pacientët ankohen më shpesh për simptoma si bllokimi i rrugëve të frymarrjes, të shtima të shpeshta, kruarje dhe skuqje të syve. Rinitet alergjike, sëmundjet që vijnë si pasojë e ndjeshmërisë të rrugëve të frymarrjes, që shtohen me sekrecione të shtuara, me të shtitje, me vështirësinë frymarrje dhe që vijnë si pasojë e shtimit të poleneve. Ndryshimet e temperaturës sjellin edhe është sezoni ku këto lloj sëmundje shtohin numrin e rasteve të tyre. Edhe në këto raste është mirë që qytetarët në momentin që këto gjendje zgjasin të paraqiten për ndihmë mjekësore pranë institucioneve shtetësore. Prekin të gjitha moshat, prekin fëmijët, prekin kategori të caktuara që kanë ndjeshmëri të shtuar ndaj poleneve dhe prekin edhe të rinj, prekin edhe mosha më të mëdha. Për të shmangur përkeqësimin e gjendjes, doktor Shahini këshillon që pacientët të tregojnë kujdes të veçantë duke shmangur ekspozimin e tepërt në natyrë gjatë ditëve me përqendrim të lartë poleni, të përdorin filtra ajri dhe të mbajnë gjithmonë me vete mjekimin e rekomanduar nga mjeku. Duhet të tregojnë kujdes që të daljen në natyrë pa. Jo qëndrimi në ajtë pasër, qëndrimi në ajtë pasër është i domosdoshëm, prezantimi pranë ambienteve ku ka polenet shtuara shton rastet me njëkohësisht janë të marrin edhe mjekim. Ka mjekim shumë të mirë antihistaminik kundër alergjive, të cilat u vjen në ndihmë për të mos të pasur gjendje të rënduara të bronkiteve spastike, bronkiteve alergjike, edhe të astmave që janë astmat që rëndohen në këtë stad. Gjithashtu, ajrosja e ambientit në orët e duhura dhe ruajtja e higjienës personale mund të ndihmojnë në minimizimin e simptomave. Festa e Bajramit të Madh ka sjellë një rritje të lehtë të çmimeve të disa produkteve të shportës dhe mishit në Gjirokastër. Banorët shprehin shqetësim për këtë rritje duke i konsideruar si të shtrenjta për këtë periudhë feste. Nga ana tjetër, tregtarët e mishit pohojnë se çmimet e mishit kanë mbetur të pandryshuara. Në prag të festës së Bajramit, banorët të qytetit të Gjirokastrës kanë shprehur shqetësim për rritjen e çmimeve të disa produkteve të shportës dhe mishit.
duke i konsideruar ato si të shtrenjta. Sipas tyre, disa artikuj janë me çmim më të lartë se vitet e kaluara. Shumë të larta, shumë. Nuk merr dot një gjë. Me 10.000 lekë merr dot 3 gjëra. Edhe mi që me 13.000 lekë, me 1 kile morën 13.000 lekë. Kusht të haje, kusht të qaj. Çmimet sa vjen edhe më shumë ngrihen këto. Vështirësi shumë për ne pensionistët. Me zje përballojmë jetën. Speci 3.000 lekë, speci. Edhe më edhi studi dhe ika, si mora. Nga ana tjetër, tregtarët e mishit kanë pohuar se çmimet e mishit kanë mbetur pothuajse të pandryshuara, duke i cilësuar ato si të njëjta me vitin e kaluar. Çmimet e mishit që siç kanë qenë më para, nuk u ngritën gjë. Mishi qëngjit 12, keci 12, delja 6, lopa 6, blejnë dhe pothuajse xhirua ditore është e barabartë. Festa e Bajramit mbetet një moment i veçantë për shumë familje dhe shpresohet që këto ndryshime të lehta të çmimeve të mos ndodhin si një pengesë për gëzimin e kësaj dite të shenjtë. Gjirokastra po organizon një gamë të larmishme aktivitetesh kulturore në bashkëpunim me shtetin italian, duke forcuar lidhjet mes dy vendeve. Këto aktivitete synojnë promovimin e trashëgimisë kulturore dhe forcimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Gjirokastra do të jetë së shpejti mikpritëse e njësër aktivitetesh kulturore të cilat do të realizohen në bashkëpunim me Italin. Konsuli i nderit i Italisë në Gjirokastër, Teodor Bilushi, bën të ditur se këto iniciativa synojnë të pasurojnë jetën kulturore të qytetit dhe të forcojnë lidhjet historike mes dy vendeve. Kemi në Gjirokastër një tjetër artist në muajin prill, një tjetër artist italian, i cili do të jetë pjesë e një shfaqjeje me interpretime dhe pjesën nga autorët më të mirë, siç është Dante, por edhe autorë të tjerë italian. Dhe do vazhdojmë me të tjera koncerte në javën e Italisë, që është në muajin qershor, ku do të ketë gjatë gjithë javës mjaft aktivitete kulturore, artistike. Aktivitete do të përfshin fusha të ndryshme duke krijuar hapësira për bashkëpunim mes institucioneve shqiptare dhe italiane, nga arti dhe muzika tek edukimi dhe traditat. Këto evente pritet të sjellin një ndikim të rëndësishëm edhe në aspektin e zhvillimit të turizmit. Të gjitha këto aktivitete janë pjesë e vëmendjes që kanë institucionet italiane për sa i përket bashkëpunimit me Shqipërinë dhe në veçantë me Gjirokastrën, që prej vitesh aktivitetet kanë qenë të shumta dhe urojmë shumë që bashkëpunimi të vazhdojë për të pasur sa më shumë shfaqje të bukura në qytetin e Gjirokastrës. Me angazhimin e institucioneve dhe pjesëmarrjen e gjerë, këto bashkëpunime do të vijojnë të thellojnë marrëdhëniet kulturore mes dy vendeve. Me ardhjen e pranverës vjen edhe ndryshimi i orës, ku akrepat lëvizin me 60 minuta përpara. Në natën mes të shtunës dhe të dielës, në 30 mars, do të kthehet ora e verës. Ndryshimi do të bëhet në orën 2 pas mesnate, kur akrepa do të kapërcej në orën 3. Në këmbim të një ore gjumë më pak, do të kemi një orë dritë më shumë. Në këtë mënyrë, kthehet ora verore, e cila do të na dhurojë më shumë dritë në mbrëmje dhe më shumë orë me diell gjatë ditës. Në pranverë gjithë Europa kalon në orën e verës për të optimizuar përdorimin e rrezeve të diellit dhe rrjedhimisht konsumon me pak energji elektrike. Orari veror do të vazhdojë deri në fund të tetorit, kur do të kthehet ora diellore. Ndryshimi i akrepave është një proces i unifikuar në të gjithë Europën. Ora e shteteve europiane ndryshon në të njëjtën kohë. Ndryshimi i saj u vendos si ligj evropian në vitin 1981. Kemi ardhur në fund për këtë ditari informativ i lajmesh. Faleminderit që ishit në RTSH Gjirokastra, po ju lë në vazhdim me programet. Bashkë mirupafshim.